Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhruar falenderojmë vetëm për të ndihmën dhe falje kërkojmë. Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, në kuadër të asaj që na mungon dhe padyshim kjo mungesë sjell komplikime në jetë, probleme, vështirëson edhe përfitimin nga begatitë që i kemi. Në kuadër të kësaj që mungon, kemi përmendur edhe përgjegjësinë, që të jetë njëri përgjegjshëm, karshi detyrimeve që i ka, karshi obligimeve të tij, karshi vendit punës, karshi familjes, shoqërisë, e mbi gjitha përgjegjësia e tij në raport me Zotin e tij. Andaj ku ka shpërfillje të përgjegjësive, ku njerëzit ikin nga detyrimet që i kanë, padyshim se shoqëria ka plot nga një kaos edhe probleme të shumta. Nga ajo që na mungon të ndërozur, ka shumë që mund t'i përmendim, disa mungojnë më shumë e disa mungojnë më pak, por padyshim se gjitha këto që jemi duke përmendur, mungesa e tyre në shoqërinë tonë sjell probleme, komplikon situatën, vështirëson jetën. Për faktin se të gjitha këto që i kemi përmendur dhe mund t'i përmendim, i ka përmendur Allahu i mënduar, si kërkesa të domosdoshme të çdo individi, për çdo individ, kërkesa të domosdoshme për çdo individ, familje, shoqëri, që t'i përmbushin këto kërkesa e që në përmbushjen e këtyre kërkesave të përmirësohet edhe standardi i jetës së tyre. Ne jemi dëshmitar se përmirësimi i standardit material ka lehtësuar disa aspekte të jetës, por disa i ka vështirësuar. Disa aspekte të jetës kanë qenë më të lehta në të kaluarën, sepse standardi material ka qenë më i ulët. Që jemi kuptuar se përmirësimi i standardit material nuk është garantuar se i përmirëson këtë problemet tona. Përmirësimi i standardit material nuk është garantues se i rregullon gjitha çështjet tona. Diçka rregullon, po diçka mbetet e parregulluar. Madje diçka komplikon, që s'ka qenë më herët e komplikuar deri në këtë nivel. Prandaj ne duhet që të punojmë në përmbushjen e kërkesave përtej asaj që mund të jetë materiale. Po, edhe në aspekte materiale mu angazhu me përmirësu standardin ekonomik, çdo gjë që ka të bëjë me lehtësimin e jetës, ne duhet që të angazhohemi, të përpiqemi që të arrijmë, të lehtësojmë, që ta lehtësojmë jetën. Mirë, por nuk duhet asnjëherë mu mashtru besimtari se përmbushja e jetës vetëm me aspektin material ka me ja zgjidh problemet, ka me ja largu të lashat, ka me i sjell rahati. Ne jemi dëshmitar se nuk ka çashtu. Nuk ka çashtu. Madje fatkeqësisht, domthonë me rritjen e standard ekonomik, aspekti social është i rënduar shumë, kuptim të raporteve mes njerëzve. Raportet, komunikimi, afërsia ka filluar me uzbe në dallim me të kaluarën. Prandaj duhet të them që ne duhet që t'i marrim parasysh gjitha këto që Islami na i ka shpjeguar, pejgamberi sa porton na ka udhëzuar, që ta plotësojmë jetën tonë, ta pasurojmë jetën tonë edhe me këto vlera. Jo që pasurimi i jetës të jetë vetëm në aspektin material, por të jemi të varfër në aspektin shpirtënor, në aspektin e besimit, udhëzimit, e asaj që kemi përmendur deri më tani. Përgjegjësia është një aspekt i rëndësishëm i shoqërisë, që duhet çdo individ me përmbush në përputhje me kompetencat që i ka, në përputhje me aftësitë dhe mundësitë dhe hapësirën që e ka. Nga se kemi thënë, Allahu xhallahu ala do të na merr në llogari për përgjegjësi që kemi pasur në kësaj bote. Qoftë si individ, qoftë si kryefamiljar, qoftë si prind, qoftë si bashkëshort, si gruaja për vetën e saj, e pastaj tutje jashtë mureve të shtëpisë. Ka diçka tjetër që mund ta përmendim të ndrozur që mungon dhe fatkeqësisht mungesa e kësaj vlere, mungesa e kësaj që do të përmendi,
ka filluar edhe mos të vrehet shumë në shoqëri, madje edhe të shpërfillet. E kjo është hala më shqetësuese se vetë mungesa e kësaj vlere dhe kësaj që do të flasim për të. Aja që në ndihmon të jemi të përgjithshëm, aja që në ndihmon të jemi të edukuar atje që kemi thënë, e këto tirat padyshim se mund të përmblidhen tek një vlerë e rëndësishme islame që quhet turpi. Të ndrozër sot vrejmë se në shoqëri fatkeqësisht mungon turpi. Nuk po them nuk ka turp. Jo ka alhamdulillah. Ka mirë po mbetjet e turpit në shoqëri janë të pamjaftueshme për me e lëviz këtë shoqëri ka duhet. Mbetjet e turpit në shoqëri janë të pamjaftueshme që me e prezentu një imazh të duhur të prezencës së kësaj vlere në jetën e njerëzve. Andaj ka turp, mirë po pamjaftueshëm, ka fëmiu turp ka shi prindët e tij, pamjaftueshëm ka nxënësi turp ka shi mësuesit e tij, pamjaftueshëm ka turp i riu në raport me të vjetrin. Dhe e kundërta, gjitha këto që i përmenda. Andaj kemi nevojë që këtë çështje me e trajtu seriozisht. Të ndërozër, nëse kthehemi në ajetet e Kur'anit, në udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasallam, do gjejmë se turpi është trajtuar me të vërtetë në mënyrë të habitshme. Nuk mundesh me paramendu se Islami i ka kushtuar kaq rëndësi turpit. Dhe krahasi i ka kushtuar rëndësi e ka shtri kërkesën që turpi të jetë prezant në të gjitha fushët e jetës. Nuk ka pjesë të jetës ku nuk është e kërkuar që besimtari edhe në atë çështje të ketë prezencë të mjaftueshme, të konsiderueshme të turpit. Dëgjoni çka thot pejgamberi alayhi salatu wasallam. Li kulli dinin khuluq. Çdo fe ka një moral dominant. E ka një ngjyrim që me të njihet. Wa khuluqul islami al-haya. Ndërsa ajo me çka njihet Islami është turpi. Islami njihet edhe me mëshirë, Islami njihet edhe me guxim, Islami njihet edhe me bamirësi, edhe me bujari, me gjitha këto njihet. Por pothuajse të gjitha këto janë të përmbledhura te turpi. Po shikoj sa i ka dhënë pejgamberi rëndësi turpit, e ka bërë shaj identifikuese të Islamit. Dhe padyshim rrëdhëmisht nga kjo e ka bërë edhe shaj identifikuese të muslimanit. A dhe nëse dënë me ditë një musliman, qysh i ka punë me kuptimin e fesë, me zbatimin e fesë, sa është devotshëm, matë me turp. Këtyre ku e ka turpin apo? Pejgamberi sa më gjithashtu ka thënë, shikoj këtu këtë hadithe, fjalë Muhamedi alayhi salatu wasallam, që janë domethënëse për neve. Muhamedi asum ka thënë, el-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani mund të ndahet në 70 e disa deg. Është një trunk dhe ka deg të veta. Paramendoj Islamin që kështu, me ditë do në qysh ndërtohet feja jote. Ka thënë, a'laha la ilaha illa Allah. Më e larta në këtë, domthon pemë në këtë dru është fjala la ilaha illa Allah. Kjo është më e larta. Ka thënë, adnaha, ajo në fund atje është me e largu një pengesë nga rruga. Edhe kjo është pjesë e besimit. Njëri e shën një pengesë në rrugë e largan. A dhe nuk është nga besim me vendos pengesa në rrugë, po me largu pengesa nga rruga. Çka të qoftë? Për shembull sot mund të ta kthejmë në kohën tonë, për shembull të format shumë të vendosjes së pengesave. Mund të jetë parkimi i makinës në vend që pengon dikon pengesë në rrugë. Pengesë e pengon dikon me dal pi shtëpisë, e pengon dikon me kalu, e pengon dikon me ecë. Nuk e paramendon këtë fare njëri, shikon interesin e tij dhe ku të bëhet që aty e lën. Nuk po flas për ndoshta ndalje momentale me kry një punë të shpejt. Kjo është çështje pastaj ndoshta më e negociueshme. Mirë po për çefe, për teke, po çka do kuft? Me orë të tëra me blloku komunikacionin, kalimin e njerëzve e kështu me radhë, padyshim se kjo jep me kuptues se kena kuptuar domosdoshmë besimin si duhet dhe nuk e kena përfill komplet si kërkohet. Andaj ka thënë pejgamberi son, largimi i pengesës është pjesë e besimit. E në kuadër të kësaj ka thënë pejgamberi son, wal haya'u shu'batun min al-iman. Edhe ta dini se turpi është një deg, domthonë ka gjë e rëndësishme, ka gjë e madhe e besimit.
E ka ndonë nga 70 e sa deg, kur e ka vequ pejgamberi sa nga këto deg, e ka vequ vetëm turpin. E turpin të nëzë është përmbledhës. Andaj ka thonë pejgamberi sa prapë, që ka hadith i radhës, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nga porosit e pejgamberve të hershëm, dhe më thonë, krejt pejgamber i kanë mësu njerëzit që shto. Krejt pejgamber që nërë i kanë mësu njerëzit me këtë udhëzim. Do të gjithë i kanë ligjeru popëve tyre me këtë temë. Cëla është e temë? Ka thonë pejgamberi alayhi salam, nga porosit e pejgamberet më hershëm, edhe porosia e vetë pejgamberit sa më është, nëse nuk ke turp, bë çka dush. Që është të popullem? Nëse s'ki marrë, bë çka dush. Kjo nuk është dhe më thonë leje, atërë bë çka dush e të lejot, jo. O kjo të regonë se s'ka me të pik njerëzimin në këtë njeri. O në kësit njeri bën çka dënë, çka t'jakona menja, shpirt e epshi e bën, kësë është njeri mu. Nga se veç kafsha bën çka t'i hatë. Nuk qyr a është e dikujt, as është dikujt, a bën as bën. Kafsha këqyra jakona, edhe kafsha këqyr është e shishme për te. Po njëri ka disa frenimi, ka disa kufizime, që për kundër dëshirës, për kundër kërkesës, për kundër zanë nevojës, shikon se a i takon, a rruga e duhur, a bën me marë, a është duke marë që është duhet, këto njëri këqyr. E këto pyetje të ndërlëzër, që e dallon njeriu nga kafsha, kush i ngrit këto pyetje? I ngrit turpi. Turpi thotë ka dalë se dush me vetë njëra, a bën as bën. O ka dalë dush me vetë njëra në rregull ose në rregull. Çto pyetje i bën turpi? E ai që se ka turpin si bën këto pyetje. Me rëndësi është që ai ka dëshirë, ai ka epsh, ai joshet pas një kërkesë të caktuar edhe nuk shikon tani pastaj a është mirë, a është rregull, a është e drejtë, jo ato. Prandaj shikoni dallimin se ai që ka turp e atij që nuk ka turp. Ai që ka turp i ka do pyetje që i ngrit para se me bë veprimin. Dhe këto pyetje e frenojnë nga rrëshqitja në atë që nuk i takon, në atë që nuk është rregull, në atë që nuk është e lejuar. Gjitha këtë në ka mësuar pejgamberi alayhi sallam. Dhe turpi të ndonjëzër është niveli, normal. Pejgamberi alayhi sallam një ditë i tha shokëve vet. Istahju min Allahi haqqa al-haya. O ju besimtar, turpnoni nga Zoti me turp të vërtet. Shiko turpin dhe Allahut xhalla xhelaluhu. Me pas njëri marrë për Zotit. E qëka i bërë me pas marrë për Zotit? Kanë thonë sahabët, o i dërgurë Allahut, na kena marrë, elhamdulillah. Se ata e kanë kuptu marrën pak më ndryshe. E pejgamberi alayhi salam ka thonë, nuk është e që më në një. Po ai që ka turp për Allahut, qërë që ka bënë? Men istahja min Allahi haqqa al-haya, falyahfadh al-batna wa ma hawa. Ai që ka turp për Allahut si duhet, le të ruan barkun dhe çfarë konte. Çka nuk kupton me rujt barkun? Çka po han? Pasuria që e fut në barkë Allahut. A është halal? A është djersa jote? Turp, çysh e han djersën e dikujt? Çysh e bën kabul me marr rishfat? Çysh e bën kabul me marr haram me vjet? Çysh e bën kabul njëri ka besim në zemër? Ja, ky veç besim është flajtën. I ka flajt besimi e në gjumë këtë tani mundet me bëu kësi punë, ama imani i gjallë, aktiv, edhe turpi është aktiv. Nuk ka mundësia. Të ndërozët djetarët e ka përmendur se në kuadrë të barkut që duhet me rujt, janë edhe organet gjenitale, fa një shprej me rujt nga zinaja, nga amoraliteti, nga punë të këqia, që fatkeqësisht ka hup turpi edhe ka hup fatkeqësisht kufini, deri ku mund me shku, çështja e jetësimit të epshit apo përgjigjes e kërkesave të epshit. Shikoni sot për shembull, fatkeqësisht na jemi pjesë e kësaj shoqërie. Na do të më fol problemet tona se na përkasin gjithëve. Se s'ka bëu kia shpëtie të atij, ka bëu vakia shpëtia të tjetër, të keqën pjesë e kësaj shoqërie. A dhe nëse një keqë fillon dikur më përhap, na duhet me ndërmarrmasa me nëna të keqë që mos më përhap të këtë tjerë, mos më thonë që po largo për me, po nëse na bëu vakia, po moruj duhet. Shikoni statistikat, domethënë të tmerrshme, edhe ato vetëm të regjistruara, sa ka të paregjistruara të rasteve të shkurorëzimit në mesin e familjeve tona.
Kjo s'ka qenë dukuri më hershme. S'kam pas kësi njerëz, ka pas probleme bashkëtorë, gjithmonë normal, po të këtij niveli, të ndarjeve, të këtij niveli nuk ka pas. Dhe në analizimin e arsyeve që po shpihen tek shfrytëzimi, për mi 90% kanë të bëjnë me tradhtim bashkëtorë. Paramendoni Allahu na ruaj. Do në raste kur burri tradhton gruan, gruaja tradhton burrin, do në ka humb komplet ajo perdja e marrës që e nal ka dalë mëse i martuam jam, ka dalë mëse e martuam je, po ka dalë se nuk bën ato punë veç, hajde çat bën me ty, po jo ndorën, ndër rregulla. Apo andaj kur humb turpi, domethënë humb edhe kufizimin e frymimi për barkun e çka ka në barkë, çka ka tutje kështu më radh, njëri nuk ka mo interes, nuk ka mo fuqi me mbrojt vetën e tij, po shkon ka shfrynimi Allah na ruaj. Të ndërozër, në kuadër të kësaj që sjell situata të këtilla, padyshim, edhe pse dikush nuk don për këtë temë me e trajtu kështu, edhe pse kjo nuk ka të bëjë me fajsim, nuk fajsojmë, por po analizojmë, nga se nuk jemi në situatë gjykimit e të çka, por kur analizojmë do të marrë këtë problemet që janë prezente dhe mi qyrë, qka po e sjellë këtë, qka po shkakton këtë, pse po ndodhë kjo, kena obligim analizu. Andaj pa dëshim se një nga faktorët edhe të kësaj situate që e përmenda ma herët, të kësaj, prishje morale, fatkeqësisht në nivellet e shumta e të ndryshme, pa dëshim se ndërlidhet një nga ato, ka shumë një nga ato ndërlidhet edhe me mënyrën e veshjes dhe daljes së gruas në rrugë, e shkuar e sësaj në punë, e kështu më radhë. Andaj të ndërlidhet Islami ka kërkuar mendje teshës, petku është më rëndësi, është më rëndësi tesha që shëvesh. Shikoni për shembull, mos më kon tesha më rëndësi, kur kush për neve s'kishur çush po del se ka. Apo, pse kur kush zvjen, më falni shprehje me tesha gjumit në xhami, mëse s'ban. Pse s'ban? A dënohesh me ligj marrë me pijama në xhami? Jo s'dënohesh. Po nuk është vetë çka dënohesh, s'dënohesh ajo që të nal. Nëse marrësh, apo shë, marrja të mëson çish mu vesh. Apo marrë. Ke pa për shkakun se shkon në një takim caktuar, ki më shkuën në Vorrim. Apo, ja do sa në çish një, ka dalë se po shkon në Vorrim, nuk shkohet gjithçysh. Është me nderu njërin që zhveshësh ka herë atë. Vjen musafiri, edhe rrin falishpreja në shkurta. Ose prit musafiri ashtu Allahu atë. Është një farë respekti që për musafirin, edhe mu vesh do të më diç me prit musafir. Pse? E qa ka? Jo me lisë s'ka sen, kusht në burg s'jam për këtë punë, ama marrë është. Andaj përdo më që turpi është që e që në përcakton, që shtë në mu vesh, në mu duke, apo? Pa dhe rrugë kur dele, Allah, marrë me dalë shtu. Apo zvetit kjo punë që a marrë, asa marrë. Pa dhe të nëzër, një dalje e tilë, që realisht nuk din a veshun, apo është veshun, nuk din njëri qysht me gjyku është, pa dëshim e tërshme, nuk në ata kanë. Andaj duhet me pas kujdes, me këshillu motra tona, bija tona, t'jenë të kujdes me shpëdalin, t'jenë të kujdes me shpëdalin për rrugë të tyne. Me që tash po vjen vera, me pas kujdes, rëbnesh e Zotit, ki frikë Allah në gjellë e gjellalu. Nuk po thom që krejt është me dalë, me shamia, kjo është që është një obligim, do me dalë, do me punë e saj, ama s'paku për një veshje pak ma, gjysh me thonë, pak ma njerëzore, pak ma e kompletume, jo bash ashtu qysh të shet dikon që u dalë, dikon s'kaj dënjas, ku gjimë dhe nënë së ka këtë neve me dalë, pa sa që ashtu si jem nësi ata, ta dalin gjithë qysh. Qka s'ka në dënja? A keni pa në dënja, qka s'e njeri? Po nëjna musliman, na këta një traditë, kemë një kulturë, andaj nga turpi është edhe me këshu që shpo delë në sokak, nga turpi që shpo fletë, turpi Allahut është mas pari, turpi Allahut është me dalë gjithë në rrugë, turpi Allahut është. Se edhe në gjami marrë me, thash me tesha, gjumit, o petë të këvundit, mos tarë marrë për njerëzë, po marrë për Allahot është Allah. Për te ka dhënë pejgamberi mësë mëruje, marrë për Allahot, më rujtë barku, më rujtë organet genitale nga kalimet e kustkahije, ku nuk e ndalumë është haram. Ka dhënë pejgamberi mësë pastaj, nga turpi nga Allah është, me ujtë kokën dhe qka kanë te. Qka kanë kokë të nëzëm? Në kokë është goja, është marrë për Allahu gjallëvala që ka po flasin njerës së dëptën. Wallahi do njerës një të folë, pas gjemë marrë për Zotin me që po fletë Allahu. Flasin për fetë Allahut, flasin për Islam, për musliman, për gjamia. Që marrë për Zotin, Allah që po fletë.
Ose një musliman flet për fetë Allah xhallahu pa dije. Që marrë për Allah me hol pa dije. Feja ka dije, ka argumente. Jo më mërmenja mu, po më duket, mu më ka thonë njoni. Nuk o feja kështu Allah. Feja është ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi. Ç'ka feja? Ataj marrë për Allah me hol gjithçka. Marrë për Allah xhallahu me shikun gjithçka. Nga se në kokën edhe syt. Me rujtë syrin, ka po këshirë Allah. Ka po këshirë. Andaj të në është marrë ka dhe njerë që isha në rrugë. Eshe është mosh ama qafa dhe mira për venit të e këthuj kryt ka po këshirë. Po marrë kjo punë. A pas të një marrëve? Kush do kohë tjetër? Kush do kohë tjetër? Andaj rrujë synin, ole shikimin, marrë për Allahot është. Përshe, që në kam su feja, me rrujtë gojnë, me rrujtë shikim, me rrujtë mendjen. Në kokë është edhe veshi. Kujdes që ka po dëgjen. Kujdes që ka po ngan. Është marrë me ngu të e shajt një musliman e tire rahat. Marrë. është marrë me përgoju për dikane, është marrë me shpi për dikane ti ngan qëtë muhabet. Që është ngan kësë sen, Allah. Marrë për Allah është, qka pëllen me hi në kokën tonë, Allah. Në kokë është edhe mendja njerit, truni ti është marrë për Allah gjëllewala njeri me pas mendimit këshia për Zotin. Qëllim ta që i ka, s'po thamë për bezvese shejtanit, ato sëtë nevet. Po me menu për shambull, a nuk është marrë për Allah në vëzët një pyetje për fond me vo. Ja ka për Allah të rëth mirat, e ka begatu me shumë mira. Po që e ka spërvu në diqka? Me thonë, e pse veç mu Zoti kështu? Veç me të shku mene që është pse të veç ty Allah është marrë. Që është për veç ty? Po kanë e ka, kush në dënjej pas spërvu? Ma gjoj një që kur sen se ka prek? As i ka dik kush, as i ka dhin kur, a gjoma një? Në s'ka. Tonë venim në ka dik dikush. Dikujt i ka dik baba, dikujt nuna, dikujt gjatë, dikujt gruja, dikujt vlau, dikujt... Që tonë kam në dik, edhe në këna me dik. Dhe më stuj veç mu. E që është veç ty? Në këjshi dje u dik një tjetër, e para dje u dik një tjetër atë. Pasaj në mu anku vazhdimisht, të natë mirët e ka për Allah o zgjallë, po s'pidel për luks, s'pidel për medal shpeshe, për me shetit shpeshe, me ble shpeshe. Ja, Allah, s'përnuot. Shë marrë për Allah të mos përnuot, Allah. Shë marrë për Allah me hullë shëtë, Allah. Shë marrë. Ti kap të natë mirët, ta kap shtetet, ta kap rahatin, ta kap familjen. Qa po të më shumë, Allah? Ndaj të nëzër, duhet me mënuni që po fletë, që po menon, që konë kokën e ti, që ka po i sidhet, si ka ertos që fletaj, imam shefër, më në meni i sidhen, e ato që ka sidhet meni, ishe Allah, Azo Gjell, a ishe që ka konë menën tonë, e pëson si shonë, që t'ju që menon ti për mu, as të zi që menej për ty, të në sëret më shefta, a me din Allahu Gjellewala, a e din që menon ti për mu, për ty, a i për ta, a e din, ndaj, pasrën e mendjen, pasrën e gjuhën, pasrën e veshin, syrin, moralin, ka se kjo është pjesë e turpit për Allah të barë këtala. Andaj të nërëzër, këllë turpi, me këtë qasje që e ka bërë pejgamberi s.a.s. Kjo qasje e kompletuar për koncept në turpit, është e që në duhet. Turpi nga Allahu Gjellewala, me këto. Pastaj turpi për njerëzve, turpi për njerit më të vjetër, ose ko gale, njëri vjetër rinë koma i ullë në pëtën. Ko është marrë, Allah. I shtrenë komë para babës, pa pikë tërbija pëtën. Marrë është e mund. Në këna pas me dhe regula, këna pas do edukata, po. Ose me thirë njërin më të vjetër, hej, a marrë kjo, Allah. është marrë. Ose i mungën fjalla, në fala ka mundësi. S'nim kësi fjalla, bë. Pse ka u turpi. Prandaj komunikim me njerëzit duhet të jetë i shoqëruar me turp. Duhet i shoqëruar me këtë moral që realisht na frenon nga veprimet e pahishme, na frenon nga veprimet e qortuara dhe na inkurajon për veprimet e duhura dhe të lavdruara. Që kjo është morali i turpit tek e fundit. Në fund me ditë këtë, për çfarë morali po flasim? Po flasim për një forcë të brendshme, e cila na frenon nga çdo fjalë, nga çdo veprim që realisht në fund të asoj fjale, në fund të një veprimi qortuosh. Pse e bone, nuk të ka hije. Gjithçka që ka mundësi me të qortu, gjithçka që ka mundësi dëmon me të tek dënimi Allah xhallahu është marrë me bovë. Edhe çdo vepër që duhet me bëj nuk e bën, është marrë mos me bovë. Që kjo është marrja. Është një forcë që të shtyn me i bëdo punë dura edhe të pengon nga do punë të ndaluara. Allah xhallahu ala na furnizof me turp, me marrë të dur. Jo ajo që marrja që s'na duhet.
marrja me punu, marrja me vetë, s'na duhet kjo marrë. Puna halal s'është gale që punan, ama me djerës. Po flasë për marrë me kuptimin që folët dhe më tani. Një turp e cilin me të vërtet e regulon shoqërinë, regulon raportet, komunikimin, në mësën si me dalë, si me silë, si me komuniku, si me folë, si me nejtë, si me ragu. Një forcë të gjitha këtu i menaxhon e që e ka emnin turpi. Ma që në kam su pejgamberi alayhi salatu wassalam. Me që koha është afru e zonë, është dash me thirë para disë minuto, po kërkoj fale për pak zgjatje. Shpresoj tek Allah xhallahu ala që Zotit na falë, na ruan nga çdo mëkat, nga çdo ligësi, nga çdo e keqe. Na ruan Allahu të reja tona, të rinjët tonë, familjet tona, shoqërinë tonë, nga çdo shturje, nga çdo prishje, nga çdo gjë që rrezikon ndërtimin e tyre, edhe mendor, edhe moral, edhe besimit, edhe fizik, edhe çka do qoftë tjetër. Allah e shpërblet për mendjen. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.